Ditën që ktheheshin në shtëpi nga kampi i internimit të Pelen, fëmijët e Pjetër Delis nga Shkodra mendonin se ferrin e kishin lënë pas dhe tashmë mund të ecnin përpara. Ishin të rënuar, të dobët, të uritur. 2 vite jetë në atë kamp internimi e kishin parë me sy vdekjen 10 herë. Kishin mbijetuar dhe mbase fati do të buzëqeshte në vijim. Zina, vajza e madhe e familjes Delia, ishte rreth 11 vjeç. Një pjesë të fëmijërisë e kishte kaluar në kamp. Tashmë, në Shkodër, do të jetonte disa vite më të qeta dhe në fund të adoleshencës, Zina do të njihte edhe njeriu në jetës, me të cilin do të krijonte familje. Shoku i saj i jetës, mësuesi Rok Gjuraj, vinte po ashtu nga një familje që regjimi e kishte cilësuar armike. Vetë Roku ishte arrestuar kur ishte ushtar dhe ishte burgosur për 2 vite në Gjirokastër. Pas martesës, Zina do e ndiqte bashkëshortin e saj në rrugëtimin e karrierës së tij të mëvonshme si mësues në fshatra të thella. Familja do të rritej dita ditës dhe mes tyre do të spikaste djali i madh, Bepini, i cili, fal talentit si piktor, e kishin cilësuar si gjeni. Por fati i atij djaloshi ishte tragjik dhe njëkohësisht plaga më e madhe në jetën e Zinës. Zina do të njihej me mësuesin Rok Gjuraj pas një mblesërie që do të rezultonte fatlume, pasi 2 të rinjt do të dashuroheshin e do të kalonin dekada të arta në marrëdhënien e tyre. Zina ishte ende 18 vjeç kur u njoh dhe u fejua me Rokun. Ajo do të mësonte fillimisht historinë e tij të trisht dhe mandej, duke ja njohur njëri tjetrit plagët e shpirtit, do të mundoheshin t'i shëronin e të ndërtonin bashkë jetën. Zina thot se të dy kishin histori të ngjashme familjare, pasi regjimi komunist i gruponte në të njëjtin cilësim, si armiq të popullit. Vetë Roku ishte arrestuar dhe dënuar me burg gjatë periudhës së ushtrisë, e prej atëherë ai kishte mbi vete më shumë sy e vesh, që e vëzhgonin dhe e përgjonin. Ishte ushtar në Gjirokastër. 2 shokët e tij edhe ati ja kanë vrarë. Edhe ky ka kënë rresht për mu vra, po agja i ti ka ba çmosin, ty ka pagu pare me arë për mja fal jetën, edhe kështu që pështoj pri burgut. Najti 2 vjetë burg, në 2 vjetë aliru. Roku ishte rritur në një familje të pasur dhe rrethanat familjare e kishin shtyrë të shkollohej në Shkodër në Kolegjin Franceskan. Aty do të jetonte deri ditën kur u mbyllën kishat dhe xhamit. Ky shkollim i tij do të përcaktonte mëtej edhe karrierën e tij si mësues, e cila edhe pse gjithmonë në lëvizje dhe në vende të vështira, sërish i falte kënaqësi të veçantë. Faza e trisht në jetën e tij mbetej periudha e burgut, kur jeta e tij kishte shpëtuar për një fije. Rikthimi në jetën e mëparshme nuk ishte më i lehtë, por në atë rrugëtim plot pengesa të jetës dhe të karrierës, ai do të njihej me Zinën dhe të dy do t'i bëheshin krah njëri tjetrit. Kur aliru, agja i vet i ka marrë shtëpi në Shkodër, se ishte rrit në Ryshej, edhe i ka thënë që tesh me shikiu me gjeti vajzë. Nuk se dhët ka ke Jugoslave. I ka thënë prisit të pat jallë gjajo një vajzë. Kur unë shkaj me nej, me gjithë nuk se ne vdhët, e më shoq kishte arta ata me qëtë vetë. Nuk se vdhët ka ditë edhe italishten, edhe ka full italisht me të i ka thënë. Një kja vajzat që ta kena pru me ka. A i ka qeshi. E shof se qeshi, por se dita për qa. Edhe nuk e shikjova fort. Kur dorë me më tha, atë pëlqeja ideali. Cili ideal me? Njoj me ta që në dha dorën. Po alo me idealit kënë ka i thaqë. Ka kënë shumë i pashe. Ka kënë i gjatë. Inteligent. Ma shumë ka marrë mësime pri ati se pri nënës teme, se janë kënë fanatike. S'kanë mujtë me të thonë, mos e ban kete, mos e ban atë. Po. Dhe mas një javet, vjen aja shkusja. Qa keni menu? Vlau ishte në kurs të kualifikimit në Tiranë, i treti. Dhe thot, qa keni menu? Më thot, më vla, zinë si të do.
Fanatik, më i shumë jena kënë. Unë bëna buzën si në gazë, mirë ba. Ja, thuj drejten, ashtë i mirë. Përsa me po, unë se pova mirë, po më do kalla me djallit. Kur në kryt jasë, ma me i ka ardhë, ishin dëkart, të dy palët, dhe vëdha u erdi me leje pri kursit, i qënë telegram e më vëdha, i madhi, i thot, nuk hajde, se zinën e kina feju. Edhe i erdi, edhe hi me mra në bukuri, qit me kafet, kina pas zakon na me pru urat, sermit, edhe sahatin. Iko u kry vizita, po virë mas një ore, thot, apo veshë se po dalin. I tham, jo mërë, i tham se franja është fanatike s'mblen me dalë. Mirë, tha pra, a i mori bicikletën, shkoj e i tha, Frano, a dali me zinën, po më rëk si s'po delni, erdhe i shkritë në shënë e verë, e koken, nuk e kam pas burë, e kam pas gjithë qa, e kam pas vëdha, e kam pas nane, e kam pas babe, koken shumë i edukum jashtë maset, koken arsimtar shemull a ken, ka dhanë histori, gjeografi, kur ishte me një klasë, e kur kishte klasë kolektive, e futen pjesë dhe atë e histori gjeografi. Ka kënë shumë i pregatitën, ka kënë i qetë, nuk ka ditë me ba zhur me poter, kor. Unë për vede kam kujtime demokratijat. U martova 19 vjeqe. Pa i baj zetat, 18 jam feju, 6 muj kina najt feju, atëherën u martova, kryt pa ba vjetën, fali zoti djalin e parë, shkova në katon me burrin, jetova atje, në Luars, jetova 4 vjet atje. Atëherën burri më tha, zinë, këtu nuk ke, unë ishe njëse, në Shkodranë gjithmonë kena vesh pantoflat bokra me tufa, me rob disha me sane. Kur shkova atje, dola me shio burrin, edhe ata fshatar ty kalu, na pasar zana, se ishe me rob disha. Ishe rej me po i baj zetat, më fali zoti djalin, i tham rak, as njës du me i vesh, pse? Ishtu po thuj, veshë maj ma. A nuk u lyva, nuk se kam bo tualet, vedat i kam vu gjithë mund, se kam kënë bjonde shumë. E tham, ja nuk du mu ly as kur qa, bane si ki kënë në shpita anë, si ki na kënë shkoder. Banë qa dushti, rrisi dushti. Unë rrishe në shpi. S'kishe qa me bo mërshë me qënisa, di qa me kalu kohën. Zina thot se në familje jeta do të vijon të kështu. Fëmijët do të vinin njëri pas tjetrit dhe shpejt do të kuptonin se një artist kishte ardhur mes tyre. Bepini, djali i madh, edhe pse ishte ende në kopësht, kishte zbuluar tek edukatorët fillimisht e mandej edhe tek Jati një talent që ata nuk e kishin parë askund deri më atëherë. Kur u ba djali 4 vjeç e çova në azil, vazhdoi edhe edukatorja i kishte thënë, Bepin, ma ban një fëmijë një vizatim. Kë në atë kohë kanë pas aksidenta jashtë kur dhe palvata, që i kanë thënë. Edhe kë e ka po në gazetë, edhe e ka shky gazetën, mas me pakën. E ka bon, i ka thënë e më shë që i ka thënë, se ishte 4 klasë kolektive, ishte klasë hamade, edhe i thotë, që një fëmijë ba një vizatim? Baba qohe mund, që ka ba vizatimin komplet, shkurte palvatën. Po ku e more mërë bab, e pash në gazetë e mu kujtu, ishte 7 vjeç, 6 vjeç ishte. E bane, po, në atë kohë vjen shefi i zhdukjes krimeve, se vishin të na me pi kafe me kështu, e i thot, po Roku, që është kjo? E ka ba djali, nuk ka mundësi, ban edhe herë të bajnë, e bani. Edhe i thot, kja mësusja të eshte, i se prepun, i thot,
kishte bo një shtëpi të bukur, një malcore e veshën, malcorshe, po ku e pove më Bepin, mësuse, unë kam nejnë katun me baben, i më kujtojnë tona veshje atyne, katunoreve tona. Zina thot se Bepini do të vijon të t'i përkushtohej artit gjatë gjithë viteve të fëmijërisë. Duket se ai kishte trashëguar genialitetin e dajës së tij piktor, Lin Delis, i cili, shumë vite më parë, ishte arratisur nga Shqipëria. Ndërsa ai vijonte karrierën në Antrodoko në Itali, duke mahnitur botën me artin e tij, në Shqipërinë komuniste pululzonte një tjetër talent, djali i motrës së tij Zinës. Zina thot se kjo trashëgimi genesh do të bëjë në fakt shkas që Bepinit t'ia ndërprisnin ëndrat dhe pasionin për artin. Pasi kishte mbaruar liceu në Shkodër, ëndra e tij ishte Akademia e Arteve në Tiranë. Ai konkuroi në vitin 1980 për të vazhduar studimet në Institutin e Arteve, por nuk ju dha e drejta e studimit, se ishte nipi i Lin Delis. Pavarësisht talentit, emrin e tij e rëndonte një njoll në biografi. Kishte kry liceun artistik, edhe shkume në konkurs në Tiranë, të dy, aty një shok i ngushti tij, se ka punu me dy adurt, një në non Lapcin, tjetër në non Penelin. E më dha, i tha, burit edhe mu, s'pasa kënë student, po profesor. Tonë vishin nuk kishë dhoshin me të si në gjyre këte, por tonë gjyret e Penelit në vishin për Jugoslavijet, të vajzarët se burit, edhe unë ulla aty në stall, e kishe pigjerin afer, i shifshë student aty punu, u që dhe kë dhe e pashe, me taman me dy dur punote. Bepin, ti je Leonardo da Vinci. I thot e shoku i vetë, ashtë i nipi Lin Delis. Aty më ndaj nuk i doli shkolla në altë. Se ishim ka gjinijat prekun, ka burri po, kështu që... Pasi u pre ëndra e studimeve në Institutin e Arteve, Bepini punoi për ca kohë në ndërmarrjen artistike në Shkodër. Punimet e tij ishin të mrekullueshme, por as aty nuk do të vijonte gjatë. E marrin ushtar dhe atëherë jeta e Bepinit merr një kthes të dhimbshme. E morën e ushtar, reparti ushtarak që ka kanë në Rus Katolik, ja do në kësja ishte 22 në për 23, shkoj ushtar, tanë vite për gjithë një mizita hate në shpi, shkote në repart. Këtu në këtë pikë ndëron katërciprisht jeta e Bepinit, por edhe gjithë familjes së tij. Në ushtri, atë e vrasi një ditë befas para shokëve të tij ushtar, për një shkak krejt banal. Kishte këputur një vesh rrush në vresht dhe pavarësisht se i kishte kërkuar falje rojes, pa mbaruar ende fjalën, roja i vreshtës, një sekretar partie siç tregon Zina, e kishte zbrazur armën mbi Bepinin pa mëshirë. Jeta e tij ishte prerë në mes në mënyrë tragjike. S'kishte më ëndra për artin, për jetën, për karrierën. Gjithçka kishte marrë fund aty në atë çast. Kjo ngjarje e rënoi plotësisht Zinën dhe gjithë familjen e saj. Ajo kujton me dhimbje çdo detaj të ditës kur e mori vesh lajmin e vrasjes së djalit. A ditën kam kënë kampin e pionerve, se kam hapë kuzhinë në kampin e pionerve. A dhe shkoj me... Kja kama më ka dhimë qy, se ka pasra një termek 19, nuk e di në cilin vit. Ka pasra një termek i ranë shumë në pentare në Shkodër. Edhe unë me kuc me take, më përdredh kama, nuk mund me ejc, të dë burri edhe djali, të dë. Ardhë me në shpi, mas një 2-3 ditë shkoj mu vizitu, djali ishte në repart, dhe ishte ushtaraj. Imran, si ke emrin Zina Gjura. A keni gjura, këthën në Shkodër, djali ishte i vram. Jo, i tham, në Tiranë në Durrës pa. Tha, s'keni, tha? Jo, i thoq. Ona ishe vesh i fje bukure, më shikjoshin gjinja, e dishin se ishte djali i vram, në zdishim gjanë.
Erdhe në shtëpi, hangme, pime, bukuri. Djalë më shoq ka qenë shumë i rregullt, i shtiten punë fëmijë gjithmonë, këtë piktore një shkretin, pa të madh, që është i madh i tesh. E kishte fut një magazin me seleksionu anë pemë frutore për eksport. Edhe gërset dera dalun. E dishin vllaznit e 13 po nuk kishin guxim me ardhë me na ndiftu. Tham, hej qeti, tha, në nazin, ma qitë Mikelin, ullet aj, e ndjen dhe se tha Bepini. I thasha i smur djali, po tha kanë qenë në spital. Djali ishte dekun. S'kan kalu 10 minuta. Unë nuk e di sa i fort ashtë njerë jo. Kam thënë, o zot, ti më ke dhënë forcë të madhe. E më shoq. Qa ke maj? Ullu me e flaj? Rëk. E njëve i thash filanin ty thonë që është në spital. Mas s'kalune 10 minuta. Kur po vjen 3 vllaznit e mi, një të nëllë, se kena pas në katë dytë, u vesha unë, pi me kafe me të mshat, që s'dishim gja, kur thotë më tha, i madhi s'kishte guxim me më thanë, i treti, i dyti s'kishte guxim me më thanë, ky i vogli, i kishin thanë, Sander pa ta lam ty. Thotë e më shoq gjithmonë planet i banë soti. Edhe vjen e më dha, më përqafon. Qa ke i mërë? Tha, banu e fort. Qa? E kanë vëra Bepini. Aty kam bërtit fort, shumë. Ma nej u bana gur. E shifshin, a i ishte si me kanë fjetë, faqet e tia bojros, buste kuqe, ka kanë edhe i bukur i shkreti nëns. Edhe e kishin vesh ushtar, unë ty thonë, ti më tha, po blejmë një kostum. Ja, thot, s'ka nevoj për kostum. Thotë e më shoq papa, ja, thot, rëk, s'ka. E kishin vesh ushtar. Një tragjedi e tillë nuk përshkruhet. Në familjen Gjuraj, dhimbja ishte sfilitse, por ende më sfilitse ishin pyetjet që zhurmonin në kokën e secilit prej tyre. Pse? Si? Për çfarë arsye? Nuk gjenin dot përgjigje për asnjë pyetje rreth kësaj vrasje makabre dhe ndodhur në rrethana kaq absurde. Ai ishte sekretar partijet, ishte roje aty në Vresht. Per i Vile Rosh. Ata 2 tjerë kanë pështu, djalit e mi ka dollë për pare në falë, si ka thonë, asi së mëjë. Po i thonë, asi fjallë veç ka shpras qiften, i ka ra stomakut, mushknish, e ka lanë dekën e në tokë. Aja që i ka bëha autopsin, i kanë qëtë vete mi ka korrosht në barkë, edhe ty thonë ati më falë se ta kena këputi Vile Rosh. Ata ushtar tjere kishin mush. E kishin mush kapelat me rosh, ky e pa tjetën e shkurt, as kam bërtit kur e kam pas të kryt. Dhimbja ishte e madhe në familjen Gjura dhe Zina kujton se në Fis u diskutua edhe gjakmarrja, por ajo e dinte se dhimbja nuk shërohet me gjakmarrje dhe se Zoti i mban më afër ata që din të falin. Njerëz të burri dojshin me marrë rak, me marrë gjak. Edhe unë ishe të prit njerëzit. E ne i të thonë që njëni kishte 7 djenë, tjetëri kishte 5 djenë, tjetëri kishte 4 djenë. Edhe tanë të thonë që një djallë në kalë betë në burg, në atë nuk e lamë gjallë. Unë i niva këta fjallë, ishin edhe 3 vllaznit e mi aty, e niva këtë fjallë edhe u qova. I gjersas dërës nuk ma qilin. I thamë rëk ma hapderin edhe himren. Thotë, e di thotë se je non e ke zorshme, pa na do në me marrë gjakun. Ja i thamë, unë du mja falëzojës djallin, nuk du me marrë hak.
Kur dikush ikën befas në lule të moshës dhe në rrethana të tilla, le pas dhimbje të madhe, por Zina ka mësuar tashmë prej dekadash se si të bashkëjetojë me dhimbjen e saj. Shpesh kujton stacionet e hidhura të jetës së saj nga vitet e fëmijërisë në kampin e Tepelenës, hijen e tmerrshme të vdekjes, që endej atje gjithkund e gjithherë në ato 2 vite internimi në atë kamp. Hija e zezë e vdekjes për fat të hidhur do t'ja bete në jetën e saj në çastin më të dhimbshëm dhe do ta godiste aty ku i dhimbte më shumë. Zina thot se mësoi të jetonte më pas, edhe me humbjen e të birit. Familja u rrit, fëmijët e tjerë u martuan, nipat e mbesat trashëguan genet e artistit, e njëri prej tyre edhe emrin e Bepinit. Edhe pse regjimi nuk e la të vijonte studimet për artet e bukura, Bepini la në shtëpinë e tij 10 piktura e vizatime të mrekullueshme, la një pjesës të shpirtit të tij dhe me to Zina ku vendon e jeton ditët e saj të pleqërisë.